broadcasting in Albanian on 92.3 FM. Programin e gjuhën shqipe në Radio 3 Buzet. Javën që lëm pas, shoqëria islamike shqiptare australiane kishte për në vizit studentat shqiptar të klasëve islamike të xhamisë shqiptare në Dandenong. Ne me këtë rast kontaktuam Hafiz Ismail Hukën, imamin e xhamisë Dandenongut, që të na tregoj për këtë aktivitet. Vëllezër tonë dhe motrat tonë shqiptarë këtu në Australi që na dëgjoni nëpërmjet valve të radios Triple Z, edhe unë kam nderin tim që të paraqitem përballë jush me anë të valës së kësaj radio për çdo program, dhe t'ju njoftoj edhe ndonjëherë për aktivitetet e xhamisë tonë. Të mërkurën e kaluar në datë 7 të këtij muaji ishte një vizitë e gjithë fëmijëve tanë shqiptarë që vinë në xhamin tonë edhe marrin mësime çdo të diel, dhe ne kishim dëshirë të ndjerim, të bëjmë pak ekskursion që të shikojnë dhe xhamiat e shqiptarëve që janë këtu në Melbourne. Dhe mbas 2-3 muajsh kemi plan të shkojmë në xhamin e vëllezërve tonë nga Presma në Reservoir, po ashtu mundet të shkojmë edhe në Shepperton. Qëllimi i kësaj vizite është që fëmijët tanë të aktivizohen dhe të angazhohen në për vizitat, në për xhamiat, në për shtëpitë musliman, në për shtëpiat e muslimanëve, të mësohen që tani sa janë të vëgjël që neve si shqiptar, si musliman, duhet të vizitojmë njëri tjetrin, të shikojmë, të nderojmë dhe të jemi pranë njëri tjetrit gjithmonë, sikur ka hall, nuk ka hall, ka gëzim, s'ka gëzim. Pra është mirë që fëmijët të mësojnë që ato të vizitojnë njëri tjetrin. Vizita ishte shumë e bukur, ne do nisëm nga xhamia jonë në orën 11 mëngjesit dhe arritëm në xhamin e Kaltonit nga ora 12:30 në autobus. Pastaj nga xhamia jonë pra ishin 27 fëmijë, dhe me tyre edhe vajza dhe djemë shqiptarë të gjithë, dhe 5 veta ishin të mëdhenj si shoqërues për fëmijët. Në xhamin e Kaltonit na priti me shumë ngrohtësi dhe me zemër presidenti i xhamisë vllai jon musliman Vaid Goga, po ashtu edhe vlla Elizari me 2 librat e tij. Ata na pritën shumë mirë. Xhamia porosi se është në punë edhe është mbyllur se është duke bërë punime brenda, ata na lejuan edhe falën namazin e drekës atje. Kishim përgatitur shumë gjëra, biskota, mëlçira dhe pije të ndryshme për fëmijët, edhe fëmijët mbetën shumë të kënaqur. Presidenti i xhamisë tregoi pak për historinë e xhamisë, për ndërtimin e xhamisë, tregoi pak për aktivitetet që bëhen atë xhami, për klasat për fëmijët që bëhen. Pastaj bëm një konkurs ndërmjet fëmijëve tanë, ku i ndam në 4 grupe, me pyetje nga ana e fesë, po ashtu dhe nga ana e advetarizmit edhe historisë të shqiptarëve. Edhe grupi që fitoi i dhanë një çmim simbolik të vogël. Pastaj fëmijët shkuan dhe i dhanë një drekë në një nga restorantet muslimane, dhe pastaj u kthyen në xhamin e Foknës, panda atë xhami, dhe pastaj u kthyen në Dandenong në orën 4 mbasdite. Pra, fëmijët ishin shumë të kënaqur, u kthyen në shtëpiat e tyre, i treguan prindërve të gjithë këtë vizitë dhe na ushtua dhe numri i fëmijëve të tjerë që po erdhën të djegën tjetër edhe menduan që do kemi përsëri aktivitete. Ishte Hafiz Ismail Huka, imam i xhamisë së Kaltonit, ku na tregoi për aktivitet, ndërsa sot ne javë të mësojmë edhe rëndësinë e vizitave.